Në botën magjike të qimas, fiset e kafshëve janë bashkuar mes tyre për të mundur një re të zezë që sulmoi malin Kavora. Por fitoria nuk zgjati shumë, sepse ujvarat e mbushura me qi u thanë. Lavel i kërkoi më kot për bishat legjendare, krijesa mistike që mund të kthejnë ujvarat. Kregeri e fajsoi Lavelin për shkatërimin e qimas dhe marshoi drejt qytetit të luanëve me fiset e tjera. Këto janë legjendat e qimas. Episodi 20 për qiman. Mos I lejoni që të arrijnë tek qyteti I luanëve. Lavel? Kujdes me mallin! A dëgjuan ndonjë gjë ju? E urrej kur vorbullon ashtu, pasi ai ngatron të gjitha gjërat. Rinoceront, korba, ju e dini çfarë të bëni. Po mi çfarë të bëjmë? Unë them të shkojmë edhe të ndihmojmë Merisën. Jo, ju rinocerontët duhet të ndaloni gorillat para se të vinë këtu. Mirë, në rregull atëherë. Era e maskuar, por çfarë kërkon ai këtu? Të gjithë, forconi tani! Zotri, por këta janë rruzujt e fundit. Mos u shqetëso për këtë. Kur të kalojmë nëpër muret e luanëve, do të marrim të gjithë qinë në tempullin e tyre. Qellone! Le t'i japim fund kësaj! Përpara!
portën! Jo, derisa të kontrolloj unë qytetin tuaj dhe gjithçin. Hiq dorë, Lavel. Nuk fiton dot. As shqiponjat e tua nuk të ndihmojnë dot. Dhe gorillat e tua nuk do të vinë dot në kohë. Fundati. Dhe sa për shokët e tu, Luan. Rregulloje! Gjërat të mbrekta rrotulluese. Sa kohë do të vazhdojmë të luftojmë kështu, Gregor? Derisa të të shkatroj ti. Hej, a e mban mend televizjen? E si mund ta harroj? Funksionon edhe në anën e kundërt po ashtu. Edhe një herë, Tu s'ma hedh thot. tani do të biesh poshtë. Mjaft pra, Gregor. Ke të drejt, Lavel, nuk mund të përballemi kështu her pas here. Duhet që të ndalojmë një herë. Do të mbaroj. Më shpejt nga ç'mendon ti. Lavel! Mjaft totale! Qau pra! Lavel! Gregor, Lavel, që nge gjallë! nuk është se kam shumë kohë. Hej, Lavel, çfarë po thua kështu? Dhe pse më pengove që të bija? Mund të vritesh e keq! Po unë u vrava. Por ja vleti që shpëtova mikun tim të vjetër. Lavel, mos më lër! E djalosa, por mund të rregullojmë. Unë po të lë amanet Shimon, mik i vjetër. Dhe mos harro. Ka gjithmonë shpresë. Lavel. Jo. 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 Atëherë, çfarë do të bëjmë? Do të presim urdhrat e Gregorit. Tha se do të kontrollonte diçka.
Jo, nuk ka mundësi. Lavel. Lavel, mua më vjen shumë keq për gjithçka. Ti vetëm je munduar të më ndihmosh her pas here. Dhe unë gjithmonë kam bërë, e po mendova se fati im ishte fuqia e qis paka shumë, por gjitha jo që unë kam dashur në jetë ishte miku im i ngushtë. Ne do të marrim hak për atë që i bën djalit tim. Këta armiq mund të mendoj se kanë fituar. Mund t'i kenë shkatruar armët tona. Rëzuan aleatët tanë, Shqiponja, dhe arritën që të ndalonin miqtan gorilla. Por ne nuk do të dorëzohemi kur, dhe do t'a bëjmë këtë për Lavelin, dhe do të luftojmë me gjithçka që na ka mbetur, me ato pak ruzë që kemi, edhe me makinat tona. Përdorini mirë ato, dhe përdorini me mençuri, djema! Për Qimon! Huni gati, ja tek po vinë. Jo, Fatim, nuk duhet të ishte kështu. E po si që të thash, Kreger. Ka gjithmonë shpres. Kreger, a je ti me të vërtet? Mami, sa shumë ka marrë malli për ty. Lavel, faleminderit. Jo vetëm që ti e gjallë, por që më shpëtove mamin, do me thënë, maman. Por si arrite ta gjeje atë? Miku ju një vjetër era e maskuar më çoi në drejtimin e duhur. Kafsha ishte në një grack në buzë të tokave të jashtme. Ai donte që të vinte tek ne, por diçka atje tutje po e pengonte. Aty gjetëm maman tënde. Pastaj era e maskuar foli të vetmet fjalë që ka thënë ndonjëherë. Qimon! Pastaj kafsha legjendare na solli këtu që nga tokat e jashtme. Atje jashtë ka ligësi, Kreger. Fise të këqija dhe shumë re të zeza. Ato duan të vjedhin të gjithë qinë tonë. Është pak vonë për këtë tani. Jo, nuk e kanë marrë të gjithën. Kanë bllokuar vetëm ujvarat e qis, por do të kthehen për të tjerat. Dhe kafshët legjendare s'na ndihmojnë dot, pasi këto fise i kanë bllokuar. Çfarë? Kanë kapur të gjithë kafshët legjendare? Po, ne duhet të bashkohemi të gjithë për të shpëtuar bishat dhe të mundim këtë kërcënim. Dhe shpresojmë që të lirojmë edhe mbretin Krominus. Baba im? A ishtë gjallë? Po, Humnera, si shpëtuat? Si ikët që aty, Humnera ka gjërat e saj të veçanta. Ajo arriti ta ndalojë rënien tonë. Dhe aty poshtë në Humner ka guva që të nxjerrin jashtë. Aty po fshihen tani fiset e re së zezë. Ju duhet me do e mos t'i mundni ata, ose Qima do të mbaroj. Kujtova se s'kishte njeri këtu, nuk po ndërpres ndonjë gjë, apo jo? Jo, unë thjesht po, e diti, po mendoja për të nesërmen. Do të nisemi në agim. Po, është një plan i shkëlqyer. Luftëtarët më të mirë nga 8 fiset e Qimas. Krokodilët, luanët, shqiponjat, uqrit, gorillat, rinocerontët, kobrat dhe arinjt do të nisen së bashku jashtë vendit për të shpëtuar kafshët legjendare. Dhe babajnë tënd po ashtu. Sigurisht, por këtu bëhet fjalë për kafshët legjendare. Le t'i lëmë njanë dallimet tona për të shpëtuar Qimën tonë. Për Qimën. Po, dhe me që ra fjala, Lavel, faleminderit që nuk vdiqe sot. E di se duket sikur jam munduar të të shkatroj për gjithmonë, por... Rëndësi ka përpjekja apo jo? E po, gëzohem që nuk ja dola dot. Edhe unë, por prit. Mos ishte kjo një ndjes nga ana jote ndoshta? Nuk e di, ashtu të dukty? E pranoj plotësisht me që ra fjala. Faleminderit, Lavel, të jam shumë mirë njohës. Nuk jam shumë i zoti për... e di ti? E di.
Çfarë po bëni ju të dy këtu? Asgjë. Po, rim kot. Do me thënë, jo diçka emocionale nëse e kështu mendon, sepse nuk jemi ashtu, prandaj, ne thjesht po rinim. Po, ne nuk jemi ashtu. Ne jemi miq të llojit të fortë dhe luftarak, apo jo? Për Ciman! Mirë, pra. Me qëra fjala, pasha edhe disa të tjerë që po vinin këtej. Erdhëm. Wow, erdhën që të gjithë. Ti hedhim një si grupit të vjetër para se të nisemi jashtë vendit, dakord? Po, dhe unë do të gjaj për të gjithë përfitimet që nuk do të fitoj në këtë mision, mikuim. Do të më marr malli për kurët. Ndërsa për mua, lulet e mia të bukura. Unë nuk jam larguar kur më parë kaq shumë nga tufa ime e ujqër dhe... Jako filloi përsëri nga angullimat kë. Dëgjoni të gjithë. Kjo nuk do t'jetë e lehtë, por puna në skuadër është thelbësore. Në të kaluarën dallimet tona na kanë ndarë, por tani e tutje do t'jetë pika jon më e fortë, dakord? Më falni për këtë. Asa që pa më fletë. Laveli ka të drejtë. Pak veta kanë shkuar në toka përjashta dhe akoma më pak kanë bjetuar. Por unë besoj se duke bashkëpunuar mund t'i shpëtojmë kafshët legjendare dhe të gjithë Ciman. E po ne tani jemi të gjithë partner. Mund të mos biem dakord, por do t'i marrim gjithmonë vendime të mëdha si grup. Në rregull? Po vendimet e vogla? Për ato mendoj se mund të improvizojmë. Luanët, nuk dini fare, po fare të improvizoni. Ej, kësa i përgjigjem vetëm me barane në bishtin e krokodilit. Jo, more, si do t'a bëje? E shishme, rov shoku krokodil. Ej, më ullë poshtë, dhe jo me atë stilin e vjetër.